Sepse ata janë të nënshtruar, zoti Gorani. Definicion ekstrem të diktaturës. Po ti ki definicion ekstrem, por derisa nuk ka rezistencë, ti nuk e din se si reagon një regjim si ky i Kurtit. Si të qoftë, si mas meje, është ka zhvillohet një farsë, një pushtet i cili përpiqet ta prodhon për shtypjen e një fuqie edhe një dominimi të cilin efektivisht se ka. Pra ju po thoni janë përpjekje benine që së të t'kenë efekt? Po thoni se janë përpjekje benine që sjellin efekt? Qyre, nuk janë beninje, po janë përpjekje të, që shme thonë, të parealizueshme. Pra, une nuk dyshoj që brenda pushtetit sëtëm ka vullnet për zullum. Ja që zoti Kajtazi, si ka treguar shpesh, mund të përzigjet që kur ka pas dyshime, pra është përdorur që të përgjohet në automjet. Po thot se i kanë shkuar në shtëpi natën. Pra nëse dikush shihet si rezistencë, këta reagojnë. Derisa nuk ka rezistencë, pse duhet më marrë me studentë sot? Ka pasur tendenca për të mbyllur mediume. U mundova me ilustru që ku e keni postim, që ku e ki 15 janar 2023, këshore që ka thët ky naqalniku i vetëvendosis. Unë nuk dyshoj që ekziston vullnet. Mirë po pashtu, dyshoj që ekzistojnë mundësi edhe kapacitet. Për ndryshe edhe emisionet si ky në diktatur nuk mundën mu emitu. Më falë, zoti Gorani. Diktatur nuk mundët me ekzistu. Më falë. Ky pushtet ka bërë hapa konkret edhe për këtë emision, edhe për këtë televizion. Përpjekje. Apo jo? Qejt ka pas. E ka marrë një licencë. E ka marrë një licencë. E ka marrë një licencë, e cila është fitu në gjykat. Një gjykat që asë kohën nuk ishte nën kontrolin e këtyne. Sot gjyqësor është nën kontrolin e këtyne. Sot. është totalisht prej gjykatës supreme e të poshtë. Sot këta e kanë shkarku të zomë Komisionin për provim të jurisprudencës, jo më falë, e kanë emru derisa një komision tjetër ka qenë në fuqi, apo jo? Ka mandat deri në fund vitit. Për votim e kanë qu, aty. Sot këta të thrasin një prokuror që e kanë Provimi i jurisprudencës ka qenë për arsyen e vetme se nuk kanë kaluar disa kandidatë saktuar. S'kan kaluar kandidatë e këtyne. Nuk kalojnë komisioni vjen tjetëri që kalan. Sot këta e kanë në fuqi përzgjedhën një proces për përzgjedhën një krye prokurori dhe Albulena Agjiu e thret këtë servilin e ty në zyre i thot sa ma shpejt duhet me njek procedurat për krye prokuror tjetër. Sepse janë disa njerëz të cilët rezistojnë ende. Në momentin që këta bien ose duhet me ra shoqënia totalisht edhe ky me u bo Orban apo Vučić, apo mos flas, mos shkoj manej, ose duhet me pas rezistencë për me testu vullnetin e ti për dhunë. Qore, Vebi, ti e ty folë për gjendje klienteliste. Je ty folë për forma të qeverisjes cilat mundën me sharu në akomodu militant. Qeverisje që i thojnë demokraci aliberale, ose illiberal. Jo, pre. Mirë po... E ke gabim, rezultat. Mirë dhe unë besoj që ndoshta edhe mi pas gabim, s'është në një kiamet, për paku ta që i deri në fund, që përdu me thonë. Fjallët, e është në rëndësi këtu mi përcaktu termet, fjallët që autokraci, autoritarizm, totalitarizm, diktatur, jonë fjallët ronda, kanë pesh tjetër fare. Tash, si mas botë kuptimeve të mija dhe parametrave brenda të cilëve, unë munduana me funksionu, ato janë sisteme tjera. Unë i takoj generatës që pak e ka kërku, që ka është me jetu në një regjim cili është quajt edhe ndërkombëtarisht si diktatur. E tash, kur e krahasoj gjendjen e sotme, jo veç të shoqënisë kosovare, po edhe të që e përmendet ti të Serbisë, që besa të Hungarisë. Ato janë sisteme cilat në esencë janë sisteme demokratike, mirë po janë të përçudnuara për shkak të klientelizmit i cili ka arrit për masa
alarmante. Edhe tash, ai klientelizëm e pa mundësën mobilitetin social, e pa mundësën mobilitetin politik, edhe e pa mundësën zhvillimin, qysh me thonë, zhvillimin e lirshëm të larjushis edhe shumë llojshmërisë, edhe të botkuptimeve, edhe të qasjeve, edhe të programeve. Tash, ato janë probleme, edhe janë probleme serioze për vendet demokratike. E ki sakt për ata, po jo për Kosovë. Diktatura, Se duhesh mu... edhe botkuptimi që na mundemi me rëshqit në diktaturë, çfarë kanë qenë diktaturat e mahershme, mendoj që është egzagerim, të ke funit mundeni me përdor, po mandej fjala ose fraza ose emërtimi diktatur mundet mu zhvlefcu deri në atë mas, sa si gjithë shkafit mundesh me janë gjitë emnin diktat dhe diktatur. Mendoj që duhesh mu ballafaqu personalisht për me kuptu se qa bën ky. Derisa nuk jeni ballafaqu, zoti Gorani, atëherë jeni të e pa në një perspektivë të largët. Ju po thoni se keni... Që me ta jap Ju keni edhe përvojë personale. Që me ta jap një përvojë personale. Ky njeri po ndërton skelet e një diktature dhe është duke unë gjitë. Dhe nga perspektiva juj... Klientelizëm është. Jo, s'është klientelizëm. Nuk është klientelizëm. Nëse të përgjon, edhe nëse të përndjek, me sigurim shtetnor, çka i bjen kjo, zoti Gorani? Ajo i bjen që ti sonte si shëdesh me konë këtu. Unë e dalë, jo vetë sonte. Se kishte me qenë diktatur, na ishim konë ty të lyp diku. Jo vetë sonte, po unë kom e vazhdu me dalë, deri sa marë frymë, se nuk i friksohem kërkujt. Se fakti që nuk i friksohem, unë dalë këto. Asaj që pëthet duke, diktatura nuk i friksohem, unë dalë këto. Kemi mos kuptim me gjas terminologi. Problemi është sepse ata provojnë. Jo, ata provojnë me të shty sa reziston. Dhe në momentin që ju kundërvihesh, ata natyrisht, unë nuk pres që këta dalin avrasin. Diktature ko kanë ata që putot kanë ashtu. Çfarë diktature? Nëse rastësisht ti reziston, ata tërheqin. Atëherë sion diktaturë. Diktatura nuk pret aktivitet subversiv kashis. Provojnë forma tjera, zoti Gorani. Unë i di ato forma. Marica Paradere është ajo forma. Sikurse që janë të ndërmarrë veprime të përditshme për një gjë të tillë. Qërë, na mundë me folë edhe dejnë më njës, nuk është e ndër po pret me pas aktivitet subversiv diktatura. është proaktive. Po bre, Avni, po sa ato që mundën këta me pas dëshirë, kjo s'është ajo. Po nëse na qalniku i Kosovës del me një sisi, sani, publikisht, për një protest, ky bën thirrje për shumë shka, jo vetëm për Linçi. Për gjithë shka bën thirrje. Do shta, zotis Veslan, po flasim para 3 vjetëve. Me gjitha të është minister i brendshëm. Para 3 vjetëve po flasim. është post civil. Po deri stash. Nominalisht. Nacionik është nominalisht. Policor. Policor është se ky është e vetën në pozitë policore. Sepse sot nuk lëshon ma komunikat policia e Kosovës për as një veprim të caktum operativ, po lëshon ky në Facebook. Unë s'po thëmë vebi që kjo qeverisi e mirë. Asë nuk po thëmë që këta e kanë që to zullumet klienteliste të ne, nuk po thëmë që janë... Si do qoftë unë mendoj... Ajo është nga garantje me morë na i merit. Si do qoftë unë mendoj se është gjuhë tepër përgdhelëse nga ona juj për një regjim si kur i këtina. Dhe je të jau bot hish me njerëz. Jo, unë mendoj që duhet më kujdes në terme me qenë se shumë shpejt pi bankrotoj. Jo. Ty i përdor vende pa vend, emërtimet e rëndësishme si diktatura, autokracia, duhet më përdor...